Protesta e shqiptarëve të Maqedonisë ka marrë ngjyrime fetare se sa etnike dhe kombëtare, raportojnë mediat në Shkup. Tirana dhe Prishtina sipas tyre kanë shprehur kritika ndaj protestës së të premtes, e cila ka marrë ngjyrime fetare. Një zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare i tha agjencisë lajmeve INA se përshëndet format e tilla të shprehjes së protestës dhe revoltes përmes protestave demokratike, por jo infiltrimit të elementëve fetar. Problemet e shqiptarëve në Maqedoni janë të karakterit etnik dhe politik dhe s'ka hapësirë apo probleme fetare. Vetë mënyra e shprehjes së pakënaqësisë me thirrje fetare dhe flamuj fetar krijon një konfuzion dhe devijon problematikat shqiptare që janë më së reale dhe kështu përfiton pala tjetër, duke karakterizuar protestën si fetare dhe islamike, deklaroi për agjencinë INA zyrtari i lartë i qeverisë shqiptare në Tiranë. Ndërkohë pakënaqësi dhe reagime të njëjta janë shfaqur edhe në Prishtinë, ku është kritikuar forma e protestës dhe elementët e saj. Përmes rrjeteve sociale, shumica e shqiptarëve kanë shprehur kritika për formën dhe keqpërdorimin e protestës nga ana e disa elementëve dhe individëve me prapavi fetare. Ndërkohë Euronews thekson në kronikën e saj për këtë ngjarje se protestuesit mbanin në duar flamuj palestinez dhe të Hamasit, ndërsa mediat maqedonase e lidhnin protestën me çështjet fetare ndërsa nxirrnin në pa momentet kur protestuesit lëshonin thirrje Allahu Ekber.